këtu nuk ka më lojt leta. Nuk ka më lojt leta, se unë e sot për shembull s'kisha mujt asnjë rezultat me qëllu. Sepse është një ligë, kur më thonë ma heret, kur im konë bashkë këtë studio që të isha, është ligë pa favorit, zdi kur shqenë këtu, keshke. Me të vërtet, kjo u bo një ligë ma interesante se në Sponja në Itali, këtu nuk ditë ko shkon ta mund. Vjen Prishtina re, shkon ta mund Prishtinën apo dritën. Që sot Drenica ke para fundit, ta mund dritën që është super favorit. Kështu që po du me thonë që krejt ekipet, për shembull, që ka mund individ në ndonjë ekipe ka ndoshta ma cilësor që mundet me bëj diferencë. Se për ndryshe ka sot me i këtë gjë. Para mendo tash. Unë po çata tash ma herët tash Prishtinën duhet të çunë Evropë. Llopi seriozisht me këtë lojën e fundit, seriozisht me dritën luan Gjilan. Tash e ka me dritën Gjilan. Drita Llopi është ndeshje. Shumë Llopi më duket është sidomos me këtë lojën e fundit 0-0 me Prishtinën, seriozisht ka një ngor për mbjetesë.